بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet takojnë Allahut të madhruar, atë falenderojmë për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Javën e kaluar kemi përmendur disa këshilla praktike në cilat ne duhet të edukohemi, apo më mirë me thonë disa mësime, disa udhëzime të cilat duhet t'i kultivojmë dhe mbi të cilat duhet ta ngrisim jetën edhe veprimtarinë tonë. Sot do të bëjmë fjalë për disa keq kuptime të cilat janë evidente tek muslimanët, pa i përgjithësu normalisht, por të një numër prej tyre, e të cilat ka nevojë që të përmirësohen. Normal e dim se njeriu gjithë jetën e tij ka çka të përmirësoj, edhe gjithë jetën ka mundësi që ta ngrisë cilëtetin e veprimtarisë së vet. Ashtu sikur se edhe ka mundësi gjithë jetën që të mësoj diçka të re. Na gjithmonë ka diçka që s'dim. Si të ka diçka që s'dim, do në thotë realisht ekziston mundësia që ne të mësojmë diçka që s'dim, të mësojmë diçka të re, e sa do ta bëjmë një gjatë tillë në varet se sa angazhohemi. Ai i cili angazhohet, posaçërisht ai i cili e kërkon me sinqeritet rrugën e mësimit edhe të pajisjes me dituri, s'ka dyshim se Allah azza wa jall atij ja lehtëson një gjatë tillë, nga se Allahu çdo kujt ja lehtëson ato çka ai e dëshiron dhe çka e kërkon. Allahu atyre që dëshirojnë dunjan u lehtëson edhe u mundson me arrit deri te dunjaja, ashtu sikur se u lehtëson dhe mundson edhe atyre që e dëshirojnë edhe e synojnë ahiretin me arrit deri te ahireti. Kësaj edhe ai që dëshiron që të pajiset me dituri, Allahu ja mundson atij nëse ajo dëshira e tij nuk është vetëm parolë, nuk është vetëm fjalë, por çka është edhe angazhim. E nëse njeriu e bën një gjatë tillë, atëherë Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet asaj rruge të kërkimit të diturisë, Allahu azza wa jall atij personi ja lehtëson rrugën për në xhennet. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Ai i cili e merr një rrugë dhe hec një rrugë për tu pajisur, për tu pasuruar me dituri, Allahu me atë rrugë do t'ja lehtësoj atij rrugën për në xhennet. Pra dituria është ajo e cila njeriu e ngrit, edhe njeriu si çënje e ka dallu prej çënjeve të tjera dhe krijesave të tjera, po njëkohësisht edhe në mesin e llojit njerëzor, Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet diturisë i bën që disa të dallohen prej disa tjerëve. Andaj vazhdimisht kemi çka të mësojmë të re, edhe vazhdimisht kemi çka të përmirësojmë jetën tonë. Para se të fillojmë në përmendjen e një 5-6 pikave lidhur me disa botkuptimeve të gabuara lidhur me Islamin, apo më mirë me thonë brenda Islamit, disa keqkuptimeve që i kanë muslimanët duke menduar se është mirë, e cilat duhet të përmirësohen, e shoh të udhës me e bë një parathonje të shkurtër lidhur me atë se njeriu kur të bëhet musliman, edhe kur e kupton se Islami është rruga e cila çon deri tek Allahu subhanahu wa taala, dhe ai e lidh qëllimin edhe synimin e vet për me arrit deri tek Allahu, tek kënaqësia e tij, tek xheneti, tek shpërblimi i Allahut azza wa jall. Do thotë secili musliman çat qëllim e ka përfundimtar, qysh me arrit deri te shpëtimin këtë botë edhe shpëtimin botën tjetër, deri te lumturia e përhershme, deri te xheneti. Por jo secili që e ka këtë qëllim e zgjedh rrugën e cila çon aty.
një ngjarje që e kam përmend disa herë kur ka shku njëri prej sahabëve te Abdullah ibn Mesudi dhe i ka thonë gutu del këshir se njerëzit kanë fillu me deviju. Ka thonë çka ka bojnë? Ka thonë hajde shifi me sy tu në xhami, edhe i ka pasi janë bë grupe hallka, grupe të vogla të njerëzve, edhe njëri po ju thot hajde thuni 100 herë la ilaha illallah, thuni 100 herë Allahu akbar, me një fjalë si një lloj komande me e bë një gjë, me e bë një formë të ibadetit në mënyrë kolektive, çashtu qysh nuk ka bazë në fe, edhe ka shku Abdullah ibn Mesudi me i këshillu ata njerëz. Edhe ju ka thonë, a thu vallë ju po e praktikoni fen më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo keni gjetë diçka më të mirë se ajo çka ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Mos po dini ju diçka më shumë se ai. Ata i thonë, nuk na takon neve me thonë një gjë të tillë. Larg qofshin mendjet tona me konsideru diçka se ne kemi mundësi diçka me bë më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nuk patëm tjetër qëllim përveç se hajrin. Do thonë s'patëm diçka tjetër, vetë se patëm për qëllim me bë diçka mirë. Abdullah ibn Mesudi ju tha, rubbe muridin lil khairi la yusibo. Plot ka njerëz cilët e dojnë hajrin, mirë po nuk munden me e gjetë atë. Pse? Për arsye se gabon njeriu kur mendon se mjafton vetëm me dasht. Mjafton vetëm me pas qëllim. Ja, krahas qëllimet, krahas asaj që ti don me arrit deri te e mira, don me arrit deri te suksesi, krahas asaj ekziston edhe gjysma tjetër e formulës, e ajo është me e gjetë rrugën e cila në mënyrë të garantuar të çon deri te suksesi ose deri aty ku ti po don me shku. Andaj nuk mjafton që njerëzit kenë vetëm një jetë të sinqert, nuk mjafton që ata vetëm të synojnë edhe të dëshirojnë kënaqësinë e Allahut azza wa jall, por duhet krahas kësaj edhe të pasojnë rrugën, të praktikojnë të gjitha udhëzimet, të cilat shpijejnë ka kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye vim përfundim se Islami në mënyrë shumë të fuqishme e refuzon si të papranueshme, si të paqëndrueshme, si jo të qëlluar atë çka thojnë disa teori se qëllimi e arsyeton mjetin. E kam qëllimin e mirë, e kam qëllimin me i nimu fesa Allahut, me i nimu muslimanëve, hajtë tashun e dal edhe të vjedhi për me e marru një xhami. A ban? Jo. Po qëllimi është shumë fisnik për me e marru xhamin. Qëllimi është shumë fisnik, mirë po vepra nuk është me vend. Do thonë nuk lejohet. Qëllimi kurse si nuk e arsyeton mjetin. Kur e ki qëllimin e mirë, kurse si s'do më thonë se edhe punën keme e bo mirë, përderisa mos të mësojsh se cila është puna e mirë, edhe cila është rruga e cila shpije ka realizimi i atij qëllimi të mirë. Shpresoj se po e kuptojmë mirë një gjë të tillë, nga se shumë shpesh ne muslimanët habitemi edhe mendojmë se jemi duke bë mirë, edhe këtu ballafaqohemi me një problem shumë të madh. Për arsye se rezultat i keqkuptimit në këtë pikë apo pasoj, më mirë me thonë, është se ti mendon se je duke bë mirë, në të vërtetë je duke bë keq. Allahu azza wa jall i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Thuaj o Muhammed, a doni më ju kallëzoj se cilat janë njerëzit që më së tepërmi u shkojnë veprat huç, u shkojnë veprat dam. Edhe po vjen ajeti vjues, thot alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Këtil janë ata të cilët qysh në dunja, hala pa dal për Allahut azza wa jall, veprat ju kanë shku poshtë. Kot kanë vepruar, nuk kanë ndonjë shpërblim, nuk kanë ndonjë fitim që realisht e presin për aty në veprave të tyre. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, e ata megjithatë prap mendojnë se janë duke bërë mirë. Shumë keq është domethënë kur njeriu e bën një vepër të keqe e mendon se është duke bërë mirë. Kjo është më keq se sa kur e bën veprën e keqe edhe e din se po bën keq. Pse? Për arsye se ai që bën keq, duke qenë i vetëdijshëm se ai vërtet është e keqe, ata ka mundësi se ndonjëherë me i punu ndërzezja edhe me u kthy, me u përmirësu. Ndërsa njeriu kur bën keq, por mendon se është duke bërë mirë, kur njerë nuk i shkon mendja se duhet me u përmirësu, sa i mendon se mirë veç është të bë. Andaj ne duhet shumë të kemi kujdes, do të thotë në
në këtë çështje për arsye se nganjëherë me qëllim të mirë, me qëllim fisnik, me qëllim të ndihmës që dojmë ja dhon Islamit, me qëllim të një udhëzimi që dojmë u afru muslimanëve, të afërmëve, prindërve, antarëve të familjes, atyre që i dojmë, atyre ndaj të cilëve kemi obligime, shpesher e zgjedhim metodën edhe rrugën jo të qëllume. Ne themi se e jetojmë Islamin ashtu si e ka jetu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ashtu si e kanë praktikuar sahabët e tij radhiyallahu anhum. Mirë po, një gjë të tillë shumë shpesh e bojmë vetëm në një aspekt shumë formal, vini re, në një aspekt shumë formal të ibadetit në kuptimin e ngushtë. Do thoni edhe krejt ibadetin nuk jemi duke e bërë sipas sunetit. Por në një aspekt shumë formal edhe na duket se me çato e kemi praktikuar krejt sunetin dhe me çato ne dallojmë prej njerëzve të tjerë, gjë që ai dallim vërtet është shumë formal. Kur vjen puna e prezantimit të Islamit, kur vjen puna e reflektimit apo rrezatimit pozitiv në rrethin ku jetojmë, aty na shumë pak e praktikojmë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mas pari pak e njohim e pastaj prej asaj çka dim, normalisht jo krejt, po një pjesë shumë të vogël të asaj e praktikojmë. Shumë pak e dim ne se Resulullah sallallahu alaihi wasallam për hir të Islamit edhe për hir të prezantimit të Islamit njerëzve ka vujt shumë, saqë ka pas nevojë që Allah azza wa jall me ja tërheq vërejtjen se je duke e çu veten tënde në shkatërrim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa. I ka thënë Allah azza wa jall Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vërejtja ja ka tërheq, mos po don ti me e mbyt veten, mos po don me e shkatërru veten, duke vrapu pas tyre për shkak të keqardhjes pse ata s'po i besojnë Kur'anit, ose në tjetër ajet, apo don me shkatru vetëm pse ata s'po besojnë në përgjithësi e kështu me radhë. Do thonë çka shumë është brengos Resulullah sallallahu alaihi wasallam se njerëzit apo besojnë apo nuk po besojnë. Realiteti jon normalisht është shumë larg prej kësaj, realiteti jon praktik është shumë larg prej kësaj teorie, nga se çdo njëri prej neve nuk besoj se spaku një kokëdhembje të vogël të mostem për ndonjë komplikim më të madh shëndetësor e ka pas, pse për shembull antarët e familjes së tij nuk janë çysh duhet. Ne dim me uqir, dim me ngrit zanin, dim me u prish me babën edhe me nanën, dim me u sill ashtu çysh si takon muslimanit. Dim krejt ato edhe fatkeqësisht në emën të çkafit, të dashurisë ndaj Allahut, në emën të davetit, une për Islam, une se njoh kush është baba, kush është nana, nuk është në rregull kjo. Nga se Allah azza wa jall nuk e ka bë A apo elif apo e para në ranglist që si të bësh ti musliman me njerë me i prish raportet me njerëzit. Nuk është kjo prej Islamit. Ajo është e fundit kur s'kimo çka me bë për me rujt dinin tan, për mos me u prishti, për mos me u korruptu ti, atëherë dush me i thonë bab mirë po vetën e du ma shumë se ty. Kam qef se edhe ti me u udhëzu, mirë po une nuk e lo xhennetin tim për ty. Amo kjo është e fundit, nuk është e para. A fatkeqësisht ne apo shumë prej neve e kemi kthy listën për së mbrapshti. Edhe ja kemi filluar asaj të mbrëmën e kemi qit të parën. Edhe jemi në gjendje në fillim të Islamit, një gjë që vetës ja kemi toleruar, dikush më na mësu për Islam me kohë gjatë, tjerëve nuk ja u tolerojmë. Mu për me mbush mendja me u fal, ndoshta më ka dash 1 vit apo 2 vite apo 3 vite dikush me sabër me mu, kur vjen puna unë ja kom nis sot mas 2 ditëve kom shef edhe baba me u fal. Mirë është me pas shef. Edhe për atë shef inshallah kemi u shpërblyte Allahu. Mirë pa dosh me insistu, a do taj me çdo kusht veç pse ti ja ke nis më fal edhe ai më ja nis? Vetës po ja toleron gradualitetin, tjerëve s'po ja toleron. Do thon në këtë drejtim duhet shumë të kemi kujdes, nga se po na mungon një, mos them një model, po na mungon praktikimi i atij modeli,
i jetësimit të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu çysh është. Jo ashtu si po kemi qef na me e kuptu. Jo ashtu si po kemi qef na ai me kanë, se shumë lehtë është me u prish me njerëz. Lehtë është me u prish, për arsye se nëse prishesh me babën edhe me nanën, tani më i ke shkput kontaktet, s'ka hapësirë më ata me të thonë, biri jam, hajtë bëne që të punë ti me thonë, po valla babo, ose po valla nanë që po e kry. Do thonë, ma letë qishtu, ndërprej raportet edhe, s'ki mo qka me ingu, s'ki mo qka me ulodh me ta. Mirë pa ashtë e qëllume. Absolutisht jo, për këtë arsye, shumë do të kemi kujdes. Shkputja e raporteve me rrefin ku jetojmë, e posaçërisht, po them, me ata më të afërmit, me ata ndaj të cilëve kemi mas tepër me obligime. E ne e dim se prej njerëzve me cilët jetojmë, mas tepër mi kemi obligime ndaj kujt? Ndaj prindërve, ndaj dy prindërve. Bile, ndaj nanës ma shumë, e pastaj ndaj babës, e pastaj vinë ata sa më e madhe afërsia, më të mëdha obligimet, sa më shumë të largohet, do të thonë obligimet vinë duke u paksuar dhe duke u lehtu. Nuk e pata për qëllim këtë hymje me zgjat që ka shumë mirë, po vërtet kemi nevojë me u përkujtu së bashku, reciprokisht me përkujtu njëri tjetrin, se nga njerë po dojmë me plasu apo me prezentu një gjatë që vërtet është shumë e lartë, një gjatë që vërtet është shumë e çmueshme, mirë, po kur po vjen puna marketingun jemi duke ja bë zift. Islami është shumë i madh, pa vrejtje. Mirë, po kur po e prezantojmë na për njerëzit po bëhet i papranueshëm. Edhe shumë prej njerëzve, ani pse ndoshta ata para Allahut s'kan arsye. Para Allahut s'kan arsye se Allah ju ka dhënë mend, edhe mos më kon na hiç, ata prap do të më njoft Allahun. Mirë, po shumë njerëzve na po ju japim shkas me thon, atë çto Islami as po e du kët Islam. E pra mendo, nëse ti bësh sebeb ndonjëri me udhëzu, sa është problemi i madh, sa do të jetë ndëshkimi nëse ti bësh sebeb që ndonjëri me urrejt Islamin. Për shkak edhe këto duhemi me e kujtu. Se ne mendojmë, shpesh herë mashtrohemi duke menduar se jemi të përkrym. Ajo çka po them unë, çajo është e saktë. Edhe kur tim dikun një bisedë, një debat, një diçka, nëse fjala ime kundërshtohet, atëherë do të aty me u bën një katastrofë, atë popull Allahu do të më vrap për hatër teme. Po jo, mëra, Allah Azza wa Jall nuk i ka vrap popujt, nuk i ka shkatërru për hatër të pejgamberëve, përderisa më nuk janë shpenzu krejt mundësitë që ai popull me udhëzu. Përderisa me arsye pejgamberët nuk i kanë çuar durrët edhe me i mallku popujt e tyre në raste kur ka ndodhur kjo. E jo na me një ditë, me një bisedë, me një ashtu edhe me njerë me thonë, ja, ky popull s'meriton më me jetu, se di çysh s'ki shkatron Allahu subhanahu wa taala. Po kush jeti që për hatër tonë me i shkatru Allahu njerëzit? Pse s'po thu, sikur se kana ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, ka'anni bi nabiyyin min al-anbiya'i yamsahu ad-dama an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Po më duket se po e shoh një pejgamber për pejgamberët, çtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asipas komentatorëve thuhet Allah alem e ka pas për qëllim veten e vet. Po s'është lavdu, ka fol për një vetë tretë, për një person tjetër. Ka thonë, po më duket po e shoh një pejgamber duke e fshi gjakun prej fytyrës, edhe duke thonë, çka? O Allahu im, falja këtyre njerëzve se s'din. Po për një mend çashtu dash. Vallahi me kon me ditë ata se çfarë vepre të keq që janë to e bë, a e kishin kundërshtuar ata Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose cilin do prej pejgamberëve. Edhe plot njerëz me ditë se sa e rëndë është për shembull amoraliteti, vjedhja, pimja e alkoolit, narkomania, kjo. Me ditë sikur e din ti, ata s'kishin me e bën një gjë të tillë. Por ata mendojnë se është mirë, andaj e vetmja gjë që duhet na me përdor me ta ose obligimin që kemi ndaj tyre, është aty më ju tregu se një gjë e tillë nuk është e mirë. Përderisa ai të mos bindet, edhe secili prej neve, përderisa nuk kemi bindur se është mirë me u fal, si jemi fal. Në atë moment që jemi bindur se është mirë me u fal, a ka dikush që mundet me të ndalë për namazit? S'ka mundësi. Edhe tash me njerëzit, nuk është obligimi yt që ti më e marr ato fizikisht përdore edhe me shtin namaz. Nga se ai do të falet ndoshta për hatër tënd 5 kohë të namazit, një javë ditë, një muaj ditë, 10 vjet, s'është më rëndësi sa. Mirë, po çka? Po ti binde ato se duhet me u falë. Ai ke thonë vetë as musliman, po, dush me dashmu me vepra se je musliman. Ti ke nevojë, ti nuk je i vetëdijshëm se çka po i mungon shpirtit tënd, çka po i mungon jetës tënde, çka po i mungon ditës edhe natës tënde. Provoje Islamin edhe e shef. Kur të provon edhe kur të bindet, mos ani nuk ke ti problem me atë njerëz. Po kalojmë te disa pika
me thonë praktike, në cilat janë disa keq kuptime edhe që edhe nëse ato nuk janë ndoshta në çit rreth, në çit tek çta njerëz që jemi çto. Mirë po, ato i hasim kohë pas kohe të një pjesë e muslimanëve dhe është mirë që të dim se si ti trajtojmë. Ajo çka është me rëndësi te tmetat edhe defektet. Hapi i parë është me i detektu ato, me i zbulu se ato ekzistojnë. Thonë një njeri, nëse e ka një smundje, po se din se është i smut, nuk është i vetëdijshëm se e ka filan smundjen, ai kur s'ka me trajtu atë smundje, kur s'ka me përdor ilaç për me u shëruar, se din që e ka. Do thonë mas pari do të me ditë ekzistimin e tmetës apo defektit. Pas kësaj do të me ditë se cila është mënyra efikase për shërimin e asaj smundje, edhe e treta përdorimi i atij ilaçi që ashtu qysh është mas miri, gjithnjë duke e pas parasysh një parim, edhe këtë do të jetë parim esencial në jetën tonë, vllazën. Parim esencial, butësia. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana, wa ma nuzi'a min shay'in illa shana." Butësia çdo gjë e zbukuron. Çdo gjë që kryhet me butësi bëhet bukur. Ka bukuri, ka hieshi aty. Ndërsa thot çdo gjë e cila nuk bëhet me butësi është e shëmtuar. Para mendo me shku me apo dikujt një të mirë, po me shku me vrasësi. Se kënaq. Edhe nëse kush e disa e madhe është ajo e mirë cilën ti po ja bën atij. Andaj çto duhet ta kemi shumë parasysh kur kemi të bëjmë me tmetat, me defektet, qofshin ato personale apo të tjerëve, cilat ne po dojmë me u trajtu. Në përgjithësi, çdo emet që e shohim tek muslimanët, duhet ta dimë se ajo na bën hise edhe neve, pavarësisht se a e kryjmë na, a e bëjmë personalisht çat punë apo nuk e bëjmë, për arsye se duhet të ndijmë, ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se muslimanët janë sikur një trup, janë sikur se pjesët e një ndërtese që e forcojnë njëra tjetrën, janë sikur se një organizëm i cili kur shqetësohet për diçka apo kur një pjesë e atij organizmi e ndjen një dhimbje, i tërë organizmi nuk ka mundësi me u rahatu. Një problem shumë serioz i cili është prezent fatkeqësisht tek muslimanët është zhvlerësimi i akides. Kur vjen puna, hasim nga njerë të disa musliman, fillojnë me promovu islamin, me përhap islamin, fillon dikush me fal namaz e kështu me radhë, mirë po, i duket se ai njeri veç nëse ja ka fillu me i fal 5 kohë namaz, u kry muhabetin me to, u kry puna, s'kam ma une obligime ndaj atyre njerëzve. Harojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si pejgamberi Allahut, do të thonë jo si njeri rëndom çush jemi na, si pejgamberi Allahut, tan jetën e tij e ka mobilizu, e ka nënshtru në shërbim të akides, të besimit të drejtë në Allahun azza wa jalla dhe në këtë ato që Allahu ka kërkuar që të besohet. Çdo hap, çdo fjalë, çdo çndrim të vetin e ka shfrytëzuar për me të përmirësuar keq kuptimet e njerëzve në rrafshin e akides. Ka pas njerëz që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një shprehje ka bë gabim trashanik. A dini rastin kur kanë shkuar, tash vonë kemi përmend, kur i kanë thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hajt na bën edhe neve një asipeme dhatu enuat, sikur se ata mushrikt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ka përmirësuar atë keq kuptim, edhe ju ka tregu se në Islam nuk ka kështu. Allah azza wa jalla është ai që duhet të adhurohet, edhe krejt ritet janë në mënyrë shumë strikte të definuar. Do thonë krejt ritet e ibadetit janë në mënyrë shumë strikte të definuar. Nuk bën kurrë me lën mangut, po njëkohësisht çashtu çysh s'ban me lën mangut, njëkohësisht s'ban edhe me shtu. Përkundrazi, nëse lën diçka mangut duke e pas parasysh se vallahi duhet me e kry, po çes po muj, është më e lehtë se sa më shumë e thon jo valla, për mu 5 vakte janë kurrë unë 6 do me i fal. Nuk bën me i fal 6, 5 janë. Do thon shumë më e rrezikshme është me shtu se sa me mungu nga pamundësia. Çasja që ka qenë e Resulullah sallallahu alajhi wasallam ndaj gabimeve të këtilla ka qenë njëkohësisht shumë e butë, edhe pse gabimet janë shumë të rënda. Një gjë e atill mundet me nxjerr njërin prej feje. Ka ardhur tipi edhe i ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Masha Allahu wa shi't." Çka don Allahu dhe çka don ti? Thonë jo, çka don Allahu vetëm. S'ka dikush me dëshirën e tij ekzekutive që mundet me ju bashku Allahu subhanahu wa taala.
dëshirë ekzekutive, do thonë çka don me bë, veç Allahu është i ktill. Njeri s'ka, plot se ne i dojmë na mirë, po pak pe aty ne mundem me i realizu. Edhe ato çka i realizojmë prap veç me ndihmën e Allahut azza wa jalla, jo pse vet kemi mundësi me bë diçka. Andaj vetëm Allahu çka don, shumë gabim i madh me thonë kështu mirë, po i ka mësu edhe i ka përmirësu gabimet e këtilla Resulullah sallallahu alaihi wasallam, gjatë që ajo në çka po insistojmë që është butësia, sjellja e mirë kështu me radh, kurse si s'do të më u bë pengesa jon por mos më u përmirësu njerëzve gabimet. Do thonë këtu tash i kemi dy gjëra. E para me përmirësu gabimin, e dyta me qenë të butë edhe të sjellshëm. Në dy anë mundën me u bë keq kuptime. Dikush në emën të butësisë edhe të mirësisë edhe të mirësjelljes, mundet me thonë vallai, ja s'pi tham se mos po ngushtohet, mos kështu, mos ashtu. Gabim është. Po e lën pa e kryeni obligim në emën të mirësjelljes. Tjetri, jo valla, akida është kjo, këto do të më përmirësu me kap për dorë, me kap për jakje, për gjyksy, çka e ka bën kështu, të plaçin syt kështu, andaj këne, edhe kjo është gabim. Ku është rruga e qëllume edhe e drejtë në këto? Mesatarja, me përmirësu gabimin me metodën e qëllume çashtu qysh e ka përdorur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjatë që edhe kjo normalisht nuk do të kuptohet bukfalisht, nga se kjo është një teori e tonë, është një mjeshtri e tonë që nganjëherë kur kemi të bëjmë me shumë lloje të tmetave dhe të gabimeve, do të më bëni një listë me prioritete. Nëse është një gabim për shembull që peshon 1 ton, e një gabim tjetër që peshon 500 kg, edhe një gabim tjetër që peshon 200 gram, nisja pe atij që peshon 1 ton, se çaja është i rëndë. Këto 200 gramëve le për më vonë, edhe nëse hesht, s'ka problem nganjëherë me hesht, se heshtja nuk është njëjtë sikur se me e miratu të keqen ose të pavërtetën. Nganjëherë të imponohet me hesht të vërtetën, mos me fol, që s'do me thonë se e ke fol të pavërtetën, edhe s'do me thonë që është njëjtë sikur se me e fol të pavërtetën. Andaj çështjen e akidës duhet t'u mësojmë njerëz, ta mësojmë vetë mas pari, ç'është është akidia e drejtë, ç'është është besimi i drejtë, ta mësojmë mirë. Kur them ta mësojmë mirë, e kam për qëllim ta mësojmë teorinë e akidës, po gjithashtu duhet të mësojmë edhe një gjë që fatkeqësisht muslimanët s'kan arrit me u bë mjeshtër në këtë drejtim, ajo është mënyra çysh me e kuptu çata akide edhe çysh me e praktiku çata akide. Dikush mundet me thonë, pse praktikohet akidia? Çka më mendja, a praktikohet? Po, çe po e jap një shembull. Hadithi në cilin thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna. Allahu ka përveç tjera çka 99 emra të cilët kush i qysh bukfalisht ahsaha, kush i përthekon, kush i përfshin. Çështo përkthehet. E tani kur dojmë me zbërthy këtë fjalë, kush i përthekon stana ka me hyrë në xhenet. Qysh? Me i mësu, me i ditë, me i kuptu, edhe me vepru simbas tyne. Qysh veprohet simbas emrave të Allahut? Kur e dim se Allahu azza wa jalla është Rahman, i gjithë mëshirshëm, qysh mundum me vepru? Mas pari me prit mëshirë veç prej tij, edhe me ditë se ai është mëshiruesi absolut. E dyta, edhe na vetë me qenë të mëshirshëm ndaj të tjerëve, nëse dojmë Allahu me qenë i mëshirshëm ndaj neve. E kështu me radhë. Kur e dim se Allahu azza wa jalla është Ghafur, që i falë mëkatet, çka bëjmë na? Kërkojmë falje pe Allahut azza wa jalla. Kur e dim se Allahu është Alim, i gjithdijshëm, çka bëjmë? Kemi kujdes, ruhemi. Allahu kret po i di ka, po na shif ka, po na dëgjoj ka. Kemi kujdes çka po flasim, çka po bëjmë. Ç'kjo është me punu me çka? Me emrat e Allahut subhanahu wa taala. Çështu do të më e kuptoj akidën komplet. Do të thonë çështu do të më e kuptoj, çështu do të më mundu me shtim praktik. Edhe në anën tjetër do të më mundu që tjerëve kur të mundohemi me u përcjell, me u mësu, me i përmirësuar atë, me u mundu që ato me e bë në mënyrën sa më të kapshme për ta, në mënyrën sa më të pranueshme, sa më lehtë dhe thjesht të pranueshme për ta. Do thonë, nëse u kthehemi shembujve që i ka marrë Allah azza wa jalla në Kur'an ose Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe, e shohim se ata shembuj kanë qenë shumë të kapshëm për mentalitetin e atyre njerëzve të cilëve u është drejtu. Atyre njerëzve të cilëve u është drejtu. Do thonë edhe na kur shpjegojmë diçka, mos shpjego diçka fantastike. Dersyet me qenë
apo fjalimi yt apo shpjegimi yt me qenë fantastik shkencore, diçka që s'unë merr vesh kërkush, ndoshta as vetë se ke marr vesh çka i të thon. Por do të më qenë i kapshëm për të gjithë ata të cilët e ndëgjojnë. Shpjegimi yt do të thonë me qenë i pranueshëm, lehtë edhe thjesht. E këto për me mujt njëri me arrit një gjë të tillë, paraprakisht do të më kuptu vet. Na vet do të më mësua akiden, po do të edhe më e kuptu për me pas mundësi atë me u përcjell të tjerëve. Kalojmë te një pikë e dytë, edhe pse kjo e para shumë e rëndësishme, po unë po e përmendi kalimthin nga se nuk është kjo tema boshte e ligjëratës. E dyta, imitimi i verbër. Imitimi i verbër i ka sipas meje, edhe sipas asaj çka shohim praktik, i ka dy skajshmëri apo dy ekstreme. Na shpesh herë ju thojmë kur mundohemi njerëzve me u paraqit islamin, me u mësu islamin, edhe ai thot valla jo, unë jam hanefi. Shumë e kemi keq kuptu fjalën hanefi. Edhe për shkak të këtij keq kuptimi ka ardhur deri te një ndarje e padrejtë edhe e paqëndrueshme, thonë hanefit edhe selefit. S'ka hanefit edhe selefit, edhe hanefit janë selefit. Duhet të jenë. Ebu Hanifja rahimahullah është prej selefit, prej imamëve. Selef çka do të thonë? Ata që na kanë paraprin në rrugë drejt, ata që na e kanë shkel para neve rrugën e drejtë, na e kanë trasu. Ebu Hanifja është njëri prej tyre. Bon pjesë gjithsesi në ato që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, pastaj ata që vijnë pas tyre, pastaj ata që vijnë pas tyre. Ebu Hanifja rahimahullah ka jetuar në cilën kohë? Po, e kur ka vdek? Në shekullin e dytë. 170. Ja, 150 ka vdek. 80, në vitin 80 hijretit ka lind, në vitin 150 ka vdek. Do thonë është njëri një imam, një dietar i dëshmuar me mirësi edhe me istikame, me qëndrim në rrugën e drejtë. Andaj shumë gabim i madh është edhe për mua është e papranueshme me thon hanefi edhe selefi. Edhe pse terminet apo terminologjitë e këtilla është mirë mos më i përdor përveç kur s'kemi çare. S'do të më bë parol, unë jam selefi. Do të më kuptoj çka do të thonë me kon selefi, edhe me kon selefi pa pas nevojë me thon unë jam selefi. Unë e pasoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, sahabët tjerë, tabiin, pasues të tyre më të mirë. Ç'kjo është pak më zgjanimisht fjala selefi, a mund dëshmu me vepra, jo me parolla. Kur vjen puna te imitimi dhe dy skajshmëritë e tij, nëse ndizojmë nga njerë dikën thotë valla jo, unë sipas mezhebit të Ebu Hanifës. Ai mezhebi e Ebu Hanifës, edhe medhebi apo drejtimi apo shkolla juridike apo shkolla praktike, çysh doni thane, që praktikohet të shumë prej atyre, çashtu të shërbot të na selefit, a selefi, as janë kërkun prej akhlakut të parëve, çashtu edhe hanefit, ata që pretendojnë se janë hanefi. Plot sene i kanë plot bidate që janë mezhebin e Ebu Hanifës. Edhe Ebu Hanifja sigurisht se si ka praktikuar ato gjëra. Po andaj duhet në mënyrë të drejtë me i zhvesh problemet edhe me u ças aty me i trajtu ato probleme për me i shëruar në mënyrën e drejtë dhe në mënyrën e mirë. Nganjëherë duke ikë njeriu prej një imitimi, prej një taklidi, kalon një taklid tjetër. Sham kemi raste praktike kur vllazërit ton, jo, unë si përmbana një medhebi. Po mirë. Është në rregull se Allah azza wa jall nuk ka kërku prej neve, nuk na ka obliguar që sipas një medhebi me adhuru Allahun azza wa jall. Në të vërtetë ka kërkuar sipas një medhebi, është medhebi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në ato çka njihet si ma vonë si medheb, me kon hanefi ose maliki ose kështu me radhë, s'ka lyp Allah azza wa jall prej neve, ani pse lejohet për fillestarët, jo lejohet, është obligim se fillestari s'ka çare, dinin fillimisht pa e marr prej dikujna. Me e bën një gjë të tillë, derisa të vjen një shkallë që masani me u mundu me e marr prej argumentit, e tani nëse e ka marr rrugën e dietarëve derisa të arrin edhe vetë me u bë dikush i mirë, po në përgjithësi unë këto jo kom cek edhe një. Nëse unë ju mësoj juve, edhe nëse unë ju përgjigj në juve, nëse unë ju jep juve fetva, ju mezhebin e ku e merrni? Mezhebin temin. Do thonë edhe ajo është një lloj imitimi prej cilit s'kemi mundësi me ik. Mirë po do të me ik pe kujt pe imitimit të verbër. Sikur se ka thonë edhe vet Ebu Hanifja rahimahullah. Ai është prej të parëve që e kanë promovu këtë vlerë. Edhe ju kisha lut ta mbani mend. Ka thonë
nuk i lejohet askujt prej njerëzve me e marr fjalën ton për pa e ditë argumentin ton. Për pa e ditë ku e kam marr unë, nuk ja u lejoj që ju me e marr fjalën time. Do thonë që të vlerë e kanë promovu sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e kanë promovu tabiinët, e kanë promovu dietarët, edhe duhet ta kuptojnë muslimanët, dhe atëherë kur muslimanët nuk i kanë kuptuar këto gjëra, kanë lind çata fanatizmat e nënçmuar edhe të damshëm, saqë ka ardhur puna deri te ajo që me u diskutu a ban një muslimani me zehbet Hanefi me dhon çikën atij që është Maliki edhe anasjelltas. Subhanallah. Do thonë me u diskutu një gjë e tillë, kjo vërtet është katastrofale. Ama pse vjen deri te kjo? Për shkak të xhelit, për shkak të ignorancës. Në çto bën pjesë edhe një pikë tjetër me rëndësi, ajo është institucioni i emirit, i udhëheqësisë. Edhe këtu ka, edhe pse prap po them, edhe kjo është temë shumë e gjanë edhe shumë e madhe edhe shumë e rëndësishme, saqë trajtimi i saj kërkon kohë mirë, po du shkurtimisht me përmend diçka. Edhe këtu ka skajshmëri. Për shembull, disa njerëz mendojnë se nëse është lidh për një organizim të dikujt ose për një diçka ose kështu me radhë, çat udhëheqësin që e ka, çat emirin, çat drejtorin, çat çysh do shtuj, ato do të më ndihmu 100%. Nëse ai shkon në xhenem, ti mos tina në xhenem. Që është absolutisht gabim, edhe pse citatet, ajetet, hadithet tregojnë se vërtet muslimani duhet me ndihmu udhëheqësin e vet. Udhëheqësin e vet, kur them udhëheqësin e vet, çka ka për qëllim? Udhëheq i mirëfillt, çaj që është në rrugë drejt, çaj që është tamam çysh duhet. Shënon Buhariu rahimahullah një transmetim të Aliut radhiyallahu anh, i cili thotë: i ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz në një ekspedit. Edhe sa herë ka nis një grup Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse janë 10 vet, 15, 20, sa është më rëndësi sa janë kon, ju ka thonë çore filani është përgjegjës për juve. Filanin doni më ndihju. Edhe udhëzimet janë çështu, domethënë nëse 2 vet apo 3 vet nisën një rrugë, njëri do të më kon pak çvetët në rast se vjen deri te ajo që janë 2-3 mendime, ai më vendos se cilin mendim po e pasojnë ose cilën rrugë po e marrin ose kështu me radhë. Edhe kur janë nis ata ajo ka caktuar njërin prej ensarëve emir apo udhëheqës apo përgjegjës. Dhe kur kanë shkuar në Farveni, ai ju ka thonë diçka me bë, ata s'e kanë dëgjuar. Shumë normal është. Njerëzit s'po e ndihjojnë Allahun, s'po e ndihjojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E tash me u jetnu pse s'po e ndihjon filonin ose fistekun, ai s'do të më udhnu, duhet me kon zemërxhan. Ai është i dhru, edhe i ka mbledh, ju ka marrë një nasihat, i ka këshillu. Ka thonë ju a e dini se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ju ka obligu me ndihju emirin? Thonë po. A jam unë emiri juj? Po, am ka caktu mu Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Po. E atëherë thotë unë kërkoj prej juve me ngulm se të më dëgjoni. Pasi më dëgju, po të dëgjojmë. Atëherë o i dhnu, çaço i dhnu, sa se tash po don me keq përdor emirllëkun. Atëherë thotë unë ju urdhëroj se të shkoni dhe të mbledhni dru, thata. Edhe të vini dhe ta ndizni një zjarr të madh. Edhe shkojnë ata i mbledhin drut edhe ndezin atë zjarrin. Kur e ndezin, thotë tash ju urdhëroj që të hudheni në zjarr. Edhe u ndalën ata. A mos mu hedh, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ngone emirin, në anën tjetër. Po Resulullah sallallahu alajhi wasallam për çka e ka thënë Allah azza wa jall? Për çka e ka thënë? Për çka më konkretisht? Me pështu njerëzit prej zjarrit, jo me gjun zjarr. Edhe njëri po i thotë o vëlla, Resulullah sallallahu alajhi wasallam ka ardhur mëshirë për botët, mos më i lën njerëz me një zjarr. Ti në emër të Resulullah po thon me na shtyn zjarr, s'është logjikshme. Nëse kur janë kthy, edhe ai pak oftof në atë kuptimin i ka kalu pak zemrimi, edhe subhanallahu Allah azza wa jall ka dashur që mos më u bë fitnë dikush prej muslimanëve, është shkym zjarri automatikisht. Kur kanë ardhur i kanë treguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sikur të kishin hyrë në zjarr, kur s'ishin dalë më prej tina. Për arsye se përulja dhe dëgjueshmëria është vetëm në ato që është e mirë dhe e drejtë, vetëm në ato që është e pranueshme për Islamit, jo në gjithçka. Do thonë dëgjueshmëri absolute ka vetë ndaj kujt? Allah të pejgamberit, pse? Të pagabushëm, ata surnojnë diçka me bokeq. Ama filon edhe fisteku. Nganjëherë ja çellon, nganjëherë si ja çellon. Nganjëherë është ndisponim, nganjëherë është i zemërum. E tash do thonë dëgjueshmëri edhe lojalitet absolut vetëm ndaj të vërtetës, vetëm ndaj hakut,
ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një pikë tjetër apo një keq kuptim tjetër se gjithsesi duhet të përmirësohet tek njerëzit është gjithashtu edhe ajo që shpesh ndëgjojmë për njerëzve, duke thonë se secili që përpiqet, secili që orvatet, secili që angazhohet, ja çellon. Edhe përderisa po i citoj fjalët e tyne, dallimet nuk janë shumë drastike, atëherë ka mundësi që edhe ai me pas mirë, edhe ai me pas mirë. Në të vërtetë janë raste shumë të rralla kur ma shumë se një gjë me konë në rregull. Për shembull, ihtilafi i dietarëve ose kështu me radhë, mos pajtimet, divergjencat, që 2 ose 3 me e pas mirë, nëse vërtet edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë e ka praktikuar ma shumë se një formë. Mirë po, nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka praktikuar një formë, e ka thonë një mënyrë, e ka shpjeguar një mënyrë, e pastaj vijnë dietarë dhe dhojnë me ijtihadin e tyre, me angazhimin e tyre, çndrime të ndryshme, atëherë s'ka mundësi të tonë me e pas mirë, edhe pse mundësia që të gjithë me qenë të shpërblym, e dim se është evidente, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë? Idha hakama al-hakimu fajtahad fa asab falahu ajran. Kur don me gjykatësi, dietari, edhe ja bën mundin ashtu si duhet, nëse ja çellon i ka 2 shpërblime. Pse? Se është munduar dhe ja ka çelluar. Por nëse nuk ja çellon, që do të thotë se gabon, e ka një shpërblim se është mundu. Do thonë ai i shpërblim gjithçysh, po pse është i shpërblim, s'do të thonë se gjithsesi ja ka çelluar. Andaj haku, do thonë nuk është se është edhe kështu, edhe ndjallt edhe të shmajt. Do thonë vetë njëra do të më qenë hak, andaj një gjë të tillë do të shumë me pas na parasysh edhe me ju përmbaj. Allah azza wa jalla ka dhënë një shembull në Kur'an kur kanë shkuar ata njerëzit me gjyku tek Daudi alayhi salatu wassalam. Edhe Allah azza wa jalla po tregon se Daudi s'ka qenë gjendje ndoshta me gjykuat punë bashkë çu çdot, po Allah ja ka mundsuar djalit të tij Sulejmanit. Thot Allah azza wa jalla fa fahamnaha Sulejman wa kullan atayna hukman wa ilma. Thot na ja bëm të mundshme që Sulejmani me e kuptu çysh është zgjidhja e atij problemi. Edhe pse të dyve, do thonë edhe Davudit edhe Sulejmanit ju kishim dhënë para praktikisht dituri edhe urtësi. Pra, mos të mashtrohemi ne me thon kur na thot dikush kush je ti, më ja kthy fjalën filan dietarit, ose kush je ti që ti e gjete e filani s'unë pas ka gjet. Nuk është absolut ai. Sigurisht se dituria e tij e filanit për dietarëve është shumë më e madhe se dituria jone, edhe na e pranojmë ato. Mirë, por nuk përjashtohet mundësia logjikisht edhe realisht që ndonjë pikë diçka na e kena marrë vesh që ai ndoshta s'ka mujt me marrë vesh edhe ka qenë i arsyetuar. Do thonë nuk përjashtohet mundësia se Allah azza wa jall po thot fa fahamnaha Sulejman, ne e bëm të mundshme Sulejmanit me e kuptu, që do të thotë se Daudi alayhis salam nuk e ka kuptu konkretisht çat pikë. Wa kullan atayna hukman wa ilma, edhe pse të dyve ju patën dhënë edhe urtësi edhe dituri. Andaj këto gjëra do të thotë duhet ti kuptojmë mirë. Normalisht kur njerë nuk bën njeriu me u trimnu çaq shumë se këto citate, edhe këtu ekziston skajshmëria e kundërt. Nganjëherë dikush trimnohet edhe thot unë falna që 6 muaj i kom lexu 15 libra, i kom dëgju 30 derse, edhe nëse Ebu Hanifja ka pas drejt me bëj ijtihad, po bëj edhe unë. Apo kuptoni? Kjo është një trimni e pashoqe. Trimni jo, guxim. Kjo është avantur. Sigur njëri me hyp me një shkam shumë të madhe me thon, unë e kcej se di çu shbin kam. Se bon men se e thën çafën deri të mrin atje poshtë. Çishtu është njeriu me u trimru ose me marr guxim, pa vend me dituri të vogël dhe me dituri të pakt. Andaj kur ka thonë njëri prej tabinëve, kur është pyet çyshe bën ti gjykimin, ka thonë sipas hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sipas Kuranit, pasandej sipas hadithit, masandej sipas fjalëve të sahabeve, masandej masandej fjalët e tjerëve, thot ata janë burra na burra, këshyrëm, ata a ja kanë çelluar, s'ja kanë çelluar. Por dikon më herët ka vlet kjo, ama mu çu dikush prej neve me moshën e vet 3, me ignorancën e vet shumë të madhe, me kështu me radhë, me thonë valla, ata burra edhe na burra, mendoj se nuk është me vend, nuk duhet me u trimnu shumë, duhet me mësu shumë, sa ma shumë që të mësojmë,
aq më shumë e kuptojmë se sa pak po dim, edhe sa shumë kemi nevojë me mësu, edhe sa e madhe është ignoranca edhe padituria jonë. Ekziston gjithashtu një gjë tjetër që duhet të trajtohet si keq kuptim apo si bot kuptim i gabum. Ne e dim se vërtet në realitet ka hapësirë për mos pajtime. Edhe për një çështje praktike që nuk pajtohen dy dietar, ata nuk është e udhës që të bojkotohen ndërmjet vete, që të ngrejnë shpatat, që të luftojnë ndërmjet vete e kështu me radhë. Allah azza wa jall e ka bë këtë tolerancë prej akhlakut të muslimanëve. Gjë që nuk do me thonë se, prap po them, nuk do me thonë se të dy t'ja kanë qëllu. Mirë, po do të me pas çast zemërgjërsi, saqë nëse ai po mendon që ashtu pranoje çashtu çysh është, përderisa edhe aty të mos i bëhet e mundshme me e kuptu, ose ty të mos bëhet e mundshme me e kuptu se haku ka qenë me atë, ose ai me e kuptu se haku ka qenë me ty. Që po i përmendi dy raste, të dyjat kanë të bëjnë me Ebu Bekrin edhe Omerin, radhiyallahu anhuma. Ebu Bekri dhe Omeri, e dini, sahabët më të mëdhej, më të vlefshëm, më me peshë, që mas tepërmi këta dy sahabe i armiqson një fraksion që e quajnë veten musliman, e ata janë shiat. Shiat sot knasin më të madhe e ndin me e sha Ebu Bekrin edhe Omerin. Para mendoni sot po lexojnë internet, pas kalu dje apardje spediu së përcjelli mundialin Irani me Meksikën. Edhe meksikanët ja u kanë dhënë gol iranianëve, a para mendoj që ja u ka dhënë gol një Omer pas ka pas emrin. Subhanallah, çfarë koincidencë shumë interesante. Thot në Bagdad shiat në përkit klubet, kafet, këtë që kanë gjithë ditën edhe gjithë natën të e shoh Omerin edhe Ebu Bekrin, edhe në për gazeta të shkru, jo ato Omerin që ja ka dhënë gol, po Omer ibn Khattabin tani ata të e shoh dhe të e mallku. Çfarë dushman lëku, çfarë shejtan lëku kanë ata ndaj Ebu Bekrit edhe Omerit. Aty në si ban dam, Ebu Bekrit edhe Omerit kurse si ban dam, ata po aki i kanë hek barët e tyne, i kanë shunë në xhennet inshallah. Mirë po, që njerëzit do të thonë, edhe prap si vjen marrë me i thonë veti musliman. Ebu Bekri dhe Omeri ka pas raste kur kanë pas qëndrime të kundërta. Nuk janë rrallë ato. Keni një për rastin e për shembull robërve të luftës në Bedër. Qëndrimi e Ebu Bekrit dhe Omerit ka qenë diametralisht i kundërt. Një rast tjetër kur ka vdek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë fillu arabt me elshu dinin. Ata të shkretinës e kështu me radhë. Edhe një ushtri që e pat përgatit, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e nis kundër Bizantit, ushtria Usamës, Ebu Bekri po don me e nis. Në anën tjetër i erdh lajmi Ebu Bekrit se disa njerëz nuk i kanë lënë islamin, vetë zakatin s'po dojnë me dhon. Ebu Bekri prap po thot vallahi, vetë një bar devas që ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse s'ma japin edhe mua kam i luftu. E kështu me radh, Omeri ka ardhur dhe po i thot o Ebu Bekr, ti luftojmë mas pari sa ata që e kanë lënë fen plotësisht. Ushtrinë e Usamës mos e nis se s'është prioritet, edhe çita çka vetë zakatin s'po japin mos i lufta. Edhe i ka tregu Ebu Bekri radhiyallahu anhu Omerit, ka thonë vallahi kam me i luftu. Se e di se kjo punë nuk bëhet me dobësinë ose fuqinë tonë, por bëhet me ndihmën e Allahut azza xhall nëse ne jemi në hak. Omeri hala ka insistu, edhe kështu kanë debatuar derisa Omeri në një moment thot vallahi, thot kur e pash kam mbënguljen e Ebu Bekrit në këto, thot Allah azza xhall ma hapi gjoksin, që dhon me e kuptu se vërtet Ebu Bekri e ka drejt. Para mendo, po çndrime të kundërta, por me kalimin e kohës po e kupton ka dalë se kjo pas ka mirë. Rasti tjetër është i kundërt. Omer radhiyallahu anhu ka ardhur Ebu Bekri dhe ka thonë Ebu Bekr, Kur'anin që është i shkruar një sure atje, merrem ledhe edhe bënë një libër se shpallja ka përfunduar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është gjallë, shpallja pe qiellit s'na vjen, na duhet me u kujdes për me eru Kur'anin edhe pse Allahu e ka marrë përsipër, por na duhet me ja bëj hizmetin. Ebu Bekri është ndalë edhe çush më e bëni punë si ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me pas dashta se kish shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mbledha. Brani brekne edhe këtu kanë bënë një debat bajgit gjatë derisa Ebu Bekri nuk është bin, ka thënë vallahi Omeri e ka mirë edhe i ka mush mendja, do të thonë çka me pranua ato çka ka insistuar Omeri. E kanë thirr Zeid ibn Thabitin, që ka qenë një pinjozëve të mirë të Kuranit, edhe i kanë thonë ç'është është puna. Tash ju ka dalë njëjti problem sikurse me Ebu Bekrin, çysh me e bëni punë, çysh kështu, çysh ashtu, derisa edhe ati nuk ju ka mush mendja se vërtet
është një punë që duhet bëhet. Pra, kur dikush mendon se khilafi apo mos pajtimi duhet me elon çashtu çysh është, nuk është në rregull. Normal, duhet me e trajtu me zemërgjërsi, mirë, por nuk prish punë, do të thonë se në mënyrë shkencore, me argumente, me kështu me radhë, do të thotë me pas debate ose biseda me argumente, me ajetet Kuranit, me hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por normalisht nga njerëz paraprakisht të përgatitur. Jo nga njerëz që pretendojnë se din, po nga njerëz që në të vërtetë din. Pikë tjetër që duhet trajtohet edhe keq kuptim tjetër është te i kalimi i kufive edhe të tepruarit në disa gjana. Të tepruarit për shembull në trajtimin e njerëzve muslimanëve, posaçërisht e kam fjalën kufar. Anatemimi i muslimanëve me kufër. Filani është kafir, pse bani çështo ose tha çështo. Filani është fasik, pse bani kështu ose tha kështu. Filani është bidatxhi, pse bani kështu ose tha kështu ose e pashtunet me filanin. Do thonë që kjo kretë çto janë ekstremizma. Nëse bëhet pa argument, nëse bëhet jo në atë mënyrën çysh e ka programuar Islami, edhe çysh e ka definuar Islami, ta dim se vërtet një gjë e tillë do të thonë është pa vend. A çdo hap që ndërmirët pa nevojë në këtë drejtim, le ta dim se është gabim, për arsye se asnjëri prej neve nuk ka nevojë me u marr me gjëra të këtilla. Allah azza wa jall neve nuk na ka dërgu, as nuk na ka zgjedh që na me qenë çka gjyqtar. Mi u bë gjykime njerëz, më thonë heçu këtu, me pyet, me kështu, dhe në fund me marrën përfundim, mi më shoh me atë që kishin tavolinës, më thonë, unë erdha në përfundim se ti je kafir. Ose unë erdha në përfundim se ti je bidatxhi. Allah azza wa jall nuk na ka obliguar me një gjë të tillë. Pse më e marr na përsipër një barr të këtill? Përkundrazi, ne jemi të obliguar që sa më shumë me i afru muslimanët ndërmjet vete, sa më shumë me u mundu me u përmirësu gabimet nëse kanë edhe tmetat që i shohim te ata, pa pas nevojë që ata të i gjykojmë. Edhe pika e fundit, ani pse nëse dojmë me bë lista, ja sigurisht se do të bëj e gjatë lista e keqkuptimeve, por çka kam zgjedhur me fol për sot është nganjëherë njerëzit nuk i kushtojnë rëndësi formës, gjoja se janë të preokupuar me esencë. Ne e dim se jeta e muslimanit në përgjithësi është e përbërë prej brendis edhe prej formës, prej asaj çka nuk duket edhe prej asaj çka duket. Ato të dyja do të më qenë në ekuilibër. Andaj nuk bën që ashtu çu thojmë edhe me ngulm insistojmë që nëse njeriu i jep përparësi formës apo mirët me formën e kalon esencën, i thojmë valla çaj njeri me e pa kështu i mirë, ama brendi nuk është i mirë. Edhe të kundërtën e thojmë për ata që mendojnë se nëse i pësh vetëm mbas të mbrëmshmës, edhe e harron formën, s'është me rëndësi çysh po dukesh, s'është me rëndësi çysh po veshësh, s'është me rëndësi çysh po sillesh, s'është me rëndësi çysh po falësh, s'është me rëndësi apo del xhamia apo fal te shtëpia, s'është me rëndësi me komporin apo rin me burra apo rin me gra, s'është me rëndësi apo rin aty ku pihet alkooli apo ku spihet. Do thonë edhe këto janë keq kuptime që duhet shumë të kemi kujdes në kuptimin e drejtë edhe praktikimin e drejtë të ekuilibrit mes brendis edhe formës. Allah ju shpërbleft për momendjen. E them këtë që dëgjua dhe kërkoj falje për Allah për vetë dhe për ju. Andaj ju kërkoni falje se Allah është falës dhe mëshirues. Nëse keni ndonjë pyetje, urdhani. Ndryshme. Dëshira e Allahut azza wa jalla është e gjithë realizueshme. Çka don Allahu bëhet. Ndërsa Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë, ajo është shumë normal, nga se Allah azza wa jalla është i gjithdijshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i gjithdijshëm. Por çka është? Ma i dishëm se na. Pse? Për arsye se e ka mësua Allah azza wa jalla atë në mënyrë specifike. Po them në mënyrë specifike nga se cili do prej neve me thonë se valla unë brenda natës u bona alim. Çka i thojmë? Pora, s'është e mundur. Pse? Për me u bë alim ti dush me ul edhe me mësu para dietarëve, para mësuesve, me lexu shumë libra, me hulumtu, me kështu me radh, ani me u bë alim, apo ta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam brenda natës u bë alim. Në mënyrë specifike. Por njeriu nuk vlen ajo. Andaj dia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është specifike, për këtë arsye është e drejtë edhe në rregull thuhet Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë se na. Edhe normal është ajo, më mirë se na, më mirë se sahabët e kanë ditë. Bon. Po. Ma shumë mirën me teoritë konspiracionit, ku e vjen se sa shumë mirën
E ju ikin të sosane elementare të akidës. Vllau po pyet lidhur me pyetjen me pikën e parë, zhvleftësimi i akidës apo mos trajtimi i akidës ashtu si duhet, e ka po thot disa vllazni që më tepër mirën me disa gjëra që ndoshta nuk kanë edhe ndonjë rëndësi të veçantë sesa që mirën me akide. Është e vërtet, na duhet me kuptu njeriu nëse, sikur se thash edhe në fillim, nëse e kupton se je i smut, ti ki me shku te mjeku, ki me lyp ilaçin. Apo nëse nuk e din se je i smut, nuk ki me lyp ilaçin. Ka raste të këtilla, njeriu është xahil, ignorant, por nuk e din se është ignorant. Nuk e din, nuk është i vetëdijshëm, bile i këtillë është më i rrezikshëm, më i keqi. Pse? Se ai s'din, a kujton se din. Edhe fillon me u marr me gjëra të cilat do të thonë nuk janë të rëndësisë së veçantë për musliman. Ani pse ka disa gjëra me të cilat dikush do të më u marr. Janë disa profesione, disa kështu me radhë që dikush do të më u marr. Mirë po, jo ai më u marr ndam të fesë vet, ndam të besimit vet e kështu me radhë. Le të mëson gjërat elementare për fenë vet, e masane le të specializohet nëse ka nevojë për krishterizëm, për jehudizëm, për atë, s'ka problem. Mirë po fenë tonë mas pari mësot çu ç'dohet. Do thonë imunizo veten tënde prej devijimit. A keni më pyetje? Selam aleikum. Kam një pyetje kështu, unë gati 20 vjet në Turqi kam jetu. Edhe tash në kom e dia të shumë dega si Alevi, Xhaferi këtu shumë theme. Tash kjo Selefi. Unë vetëm 2 vjet në Kosovë, jam shumë poni këtë fjalë Selefi, ama unë jam Hanefi, po çka ka dallim Selefi apo Hanefi tash? A ndër kjo apo Allah është shpërbleft. Shumë pyetje me vend. Shumë frikë. Jo, s'ka problem se ka plot që janë këtu kohë gjatë edhe hala se ti, unë thash, thot filoni është Hanefi, filoni Selefi. Ka kjo ndamje. Kur Ebu Hanifja është prej kështu një gjë na duhet ta kuptojmë. Përdorimi i fjalës Selefi duhet të bëhet vetëm në raste kur s'ke çare. Përndryshe, kuptimi i kësaj fjale është ai i cili duhet të kuptohet dhe duhet të praktikohet. Fjala selef i nënkupton pejgamberin alayhis salam, sahabët, tabiinët, edhe krejt ata që e kanë njeh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para neve. Në bazë të kësaj, bukfalisht selefi do të thonë çaj që është në rrugën e çatyne, çaj është e cila kërkohet prej neve si musliman. Mirë po prap po them, këto s'do të më e po paroll. Që tash valla filoni Hanefi, ai ko ka diçka tjetër për me se unë jam Selefi, e ti çka je valla unë jam Maliki, jo parollat më na ndaj, jo këto gjëra më na ndaj. Duhet me e kuptu, do thon esencën e asaj edhe me e pasu rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çashtu që kanë pasu sahabët edhe çu që kanë pasu imamët e mëdhej. Unë thash, Ebu Hanifja ka qenë prej selefit, prej paraardhësve të mirë të këtij ummeti. Andaj njeriu me qenë Hanefi tamam çu duhet, Hanefi i mirë. Ebu Hanifja ka thonë idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi. Kur të është hadithi sahih, çfarë është mezhebi jam? Çtu ka thonë Ebu Hanifja. Ose ato që e përmenda më parë ose plot fjalë të ngjashme që i kanë thënë edhe imam të tjerë. Nëse hadithi sahih qenë ka mezhebi imam Ebu Hanifës, atëherë hadithi sahih do të më qenë edhe mezhebi yt. Edhe ti në këtë rast je pasuesi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pasuesi i Ebu Hanifës në ato çka ka thirrë dhe çka ka promovuar Ebu Hanifja. Shumë raste emërtimet e ndryshme janë bosh shkak që muslimanët me u nda pa pas nevojë. Pa pas nevojë edhe normalisht ata armiqtë e Islamit rrin syçel edhe rrin të gatshëm edhe kujdestarojnë vazhdimisht që këto gjëra me i shfrytzu edhe me i keq përdor, do të thonë ndomin e muslimanëve që me i përça ata sa më tepër. Ka plot njerëz edhe prej vetë muslimanëve, edhe njerëz të padijshëm, edhe pseudo dietar edhe kështu me radhë që i kanë fry fitness edhe e kanë rrit më tepër se sa ka nevojë. S'po doni më me vet. Thotë nëse nuk ke pas mundësi me e fal sunetin e drekës, atëherë kur të vish në shtëpi a duhet ta falësh para ikindis apo pas ikindis. Nëse nuk ke pas mundësi me e fal sunetin e drekës, edhe ke mbri në shtëpi para ikindis, atëherë fal para ikindis. Se ajo është sunet i drekës edhe nënkuptohet se derisa të hyjë koha e ikindis është kohë e drekës. Pyetja e dytë, nëse dikush lëshon Kur'an, a lejohet të bëhet bisedë në atë vend, pra ku këndohet Kur'ani? A në vërtet, nëse është edhe pyetja e parë. Kur'ani meriton respekt, edhe ne duhet të kemi respekt të veçantë ndaj Kur'anit. Nëse për shembull dikush
po e zonë me një skajt dhomës ka lëshu Kur'an, dhe ai po don me ngu Kur'an. Na me një skajt tjetër, nëse kemi mundësi me tregu respekt edhe me ndihxu, është mirë. Nëse e kemi patjetër me bë bisedë, nuk prish punë me bë bisedë, mirë, po do thonë gjithnjë edhe bisedën kur të bëjmë, do të më qenë prap në formë të respektit ndaj Kur'anit. Thot, nëse ke mundësi të na sqarosh një rekat vitër se si falet, pra rekatin e fundit nëse e fal me tekbire. Vitri, e kemi tregu disa herë se si falet vitri. Para se ta shpjegojmë formën e faljes namazit, apo mas pari po e shpjegojmë pyetjen, do thonë, një rekat vitër nëse e ndan veç një rekat, atëherë merr tekbir, e kënon elhamin, e kënon një sure, shkon në ruku, i bën dy sejdë, ulësh, i kënon deri në fund ato lutjet e uljes edhe jep selam. Do thonë, është mënyrë shumë e thjeshtë, si çdo një rekat i cili don namaz. Por është mirë që vitrin me e praktiku ma shumë se sa një rekat. Një vllai joni, Allah e rujt, thoi ke Hanefit, ngoni kjo tash është pak për me kesh, s'prish punë. Thot Hanefit e kanë zvoglu vitrin prej 33 rekatëve në 3 rekat. Ndërsa Selefit prej 11 rekatëve në 1 rekat. S'është në rregull. Do thonë na po i themi vetës pasues Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na e dim çka thon Aisha radhiyallahu anha, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam as në Ramazan as jashtë Ramazanit nuk i ka fal më shumë se 11 rekat. Mirë, po a kena gjetë dikun që i ka fal më pak? Rregullisht jo, nëse kanë qenë në udhtim ose kështu me radhë, tjetër është muhabeti. Mirë, po nuk e ka praktikuar, çe praktikojnë shumica e muslimanëve sa më lehtë, sa më thjesht, sa më shkurt e kështu me radhë. A lejohet me marr menhexhin vetëm prej një dietari, edhe nëse është shumë i madh. Menhexhi apo metodologjia është bën një gjë shumë e përfolur në çarçet e muslimanëve sot. E fatkeqësisht shumë prej njerëzve që e përdorin këtë fjalë, si a din as kuptimin bukfal e as ato terminologjik. Na do të më e kuptu këtë punë kështu. Dinin do të më e marr prej atyre të cilët na e mësojnë dinin. Sahabët e kanë marrë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tabiinët e kanë marrë prej sahabeve. Ata që kanë ardhur pas tyre e kanë marrë prej tyre. Na e kemi marrë prej baballarëve ton, prej xhallarëve ton, prej atyre që kemi pas mundësi me najt me ta e kështu me radhë. Kështu që dinin do të më e marr prej Kuranit edhe prej Sunnetit, nga çdo kush që na e mëson dinin sipas Kuranit edhe Sunnetit. Cila është dispozita e zbulimit të shputave të këmbëve të femrave se shumë motra po e praktikojnë. Unë ju kam thonë edhe më herët se do thonë ekziston një mendim cilin unë e favorizoj, ajo është obligueshmëria e mbulimit të shputave të këmbëve në namaz edhe jashtë namaz. Për femrat është fjala. A ka ndonjë rregull për mësim më të shpejt përmendesh të Kur'anit? Po, me rëndësi është pastërtia shpirtërore, sinqeriteti në nivel, ruajtja prej mëkateve e kështu me radhë, duke e pas parasysh se nëse ne shkojmë në mënyrë sistematike, atëherë nuk është me rëndësi të mësojmë shumë, sa është me rëndësi të mësojmë rregullisht. Shumë transmetime prej sahabeve po them se ka pas shumë hafazllar prej sahabeve, tregojnë se e kanë mësuar Kur'anin ngadal. Për shembull, një transmetim thotë i kemi mësuar 5 ajete në sabah dhe 5 ajete në akşam. Do thonë 5 ajete dhe 5 ajete, ka raste kur bojnë ndoshta gjysmëfaqe e Kur'anit. Ka raste kur bojnë një faqe e Kur'anit, po kryesisht nuk ka qenë ajo interesimi apo më mirë me thon preokupimi i sahabeve që veç me mësu sa më shumë, sigurisht te na për shembull ka raste kur ka qef ndoshta 10 faqe me mësu për një ditë. Nuk ka nevojë. Mësoj 5 ajete në sabah, 5 në akşam, elhamdulillah, shumë mirë i ki punë. Në mënyrë që kur ti mësojsh nesër ato 10 tjera, edhe këto mundesh me i përsërit e kështu me radhë. Por Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhuma, edhe e dini se Abdullah ibn Omeri ka qenë dietar për sahabeve, thuhet se surën Bekara e ka mësuar për 8 vjet. 8 vjet, kadale e ka mësuar. Mirë pa ata kur e kanë mësuar, e dini çfarë kanë mësuar? Alif lam mim, zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. E kanë ditë edhe çka do të thonë kjo. E kanë ditë edhe çysh duhet me e kuptu këto. Masandej janë mundu gjatë ditës që ta jetë që e mësova të shme e praktiku. Do thonë çto, mësimi i tyre ka qenë edhe teori edhe praktik. Andaj, në çto do të preokupohemi ne muslimanët, mësim të vazhdueshëm, qoftë edhe pak. Qoftë pak, 1 ajet, 2 ajet, 5 ajete, mirë po, me mësu vazhdimisht.
Kam vërejtur njerëz të cilët veç 5 minuta me u taku me dikë rrugës që ndoshta nuk njihen aq mirë, ti thot ajete apo hadithe duke e ditur se ai njeri nuk ka njohuri për Islamin. Cili është qëndrimi i Islamit ndaj kësaj? Është shumë problem me e kuptu davetin kuptimin e ngushtë, me e kuptu davetin se daveti është veç me fol, veç me kallëzu ajete dhe hadithe. Edhe ju e dini se unë shumë shpesh tham, para kësaj daveti është ti me dhon shembull të mirë praktik me sjelljen tënde, me çndrimet tua, me veprimtarinë tënde. Nuk është patjetër na njerëzve me u mush kokën me ajete dhe me hadithe. Nëse i marrim transmetimet që kanë ardhur prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë një ders, ka qenë fjala për përshkrimin e jetës në varreza e kiametit e kështu me radhë, pe sabah deri mas jacie. Mirë, po përgjithësi fjalimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë të shkurta. Unë nuk besoj se ka qenë traditë në kohën e pejgamberit me u marrë dersin i saat, shëmojmë në asat. S'ka pas nevojë, pak fjalë, punë shumë, daveti ka sukses. Flitet se ka musliman që po konvertohen në fenë krishterë për shkak se po pranojnë një shumë të hollash prej Vatikanit, mirë po i vazhdojnë vizitat në xhami dhe namazet. Si është gjendja e tyre, a janë musliman apo të krishterë? Dhe a mund t'i përzëm këta njerëz nga rrethi ynë? Nëse ai është boj krishter, e ka ndru besimin, edhe nëse falet, edhe nëse bën çka do, ato nuk do t'i bojnë punë, nuk i bojnë dobi. Mirë, po unë po çuditna se dia ka mundësi me ndodh një gjë e tillë. Po do të thonë, e di që ka njerëz që konvertohen, mirë, po edhe u konvertuar, ka qit kryshin edhe po vjen në xhami, çka s'ma ka logjika. Çka të bëjmë nëse prindi na pengon që ta praktikojmë një farz të Allahut, po që se ky prind ka sëmundje si tensioni ose sheqeri, e po që se e kundërshtojmë mund t'ju keqësohet gjendja shëndetësore. Do të mundohemi të bëjmë, nëse ka mundësi, me bën një bashkëdyzim mes dyjave. Asaj që ka kërkuar Allahu prej neve, edhe asaj që ka kërkon prindi. Nëse s'kemi mundësi me bën një gjë të tillë, normalisht dihet çkafit i jepet përparësi, asaj që Allahu kërkon prej neve. Hanefit dhe selefita duhet t'i kuptojmë si dy degë të Islamit. Apo jep dikush përzgjedhje për sto se fola dy herë. Ha? S'do të më kuptoj si dy degë të Islamit. Çto po thon vllazë? Në qoftë se të sjell ushqim ndonjë grua që dyshohet se bën sihr, çfarë më vepron në këtë rast? Nëse dyshimi është i bazuar, është dyshimi i fortë, se dyshimi mundet me kon, për shembull, mi 50%, nën 50%, mundet me kon para gjykim e kështu me radhë. Nëse dyshimi vërtet është i bazuar edhe i fortë, atëherë mirë është me ata njerëz absolutisht mos me pas kurfar kontakti as me marr prej tyre as kurrë. A mund të bëjmë imam nëse ka xhamat edhe të xhinis mashkullore, të cilët nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë? Jo. Nëse është patjetër, atëherë ti u bësh imam, ti motër u bësh imam femrave, ndërsa ata që kanë arritur moshën e pjekurisë, fëmijë kështu me radhë, ose le të falen damas, ose thjesht ata edhe nuk e kanë obligim me u fal. Nëse një njeri flet keq për Islamin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ne heshtim, kemi ndëshkim. Por nëse ne flasim dhe ai nervozohet sa nuk po i pëlqen Islami, atëherë a kemi ne ndëshkim kur ne e themi të vërtetën dhe ai urren Islamin edhe pse ne i flasim mirë? Një gjë duhet me e kuptu. Nëse se ka tulifar njerëz, ka dikush do të thonë që e mohon Allahun azza wa jalla ose e urren Islamin si kështu me radhë, po jo për shkak të fajit ton, po për shkak të kryenësisë vet. Këtë rast na skemi përgjegjësi. Por nëse ne bëhemi shkaktar se dikush me pas asnjë çndrimi, përgjegjësia është e jonja. Do të thonë çto duhet t'i dallojmë këto gjëra. A është primare me ndërtu një shkollë apo një xhami nëse një fshat apo një qytet mungojnë? Po, ma primare është me ndërtu njerëz. Nëse një fshat, për shembull, s'është kërkush që falet. Kërkush s'falet në atë fshat. Me shku na për shembull me jarxhu 100.000 euro, me ndërtu një xhami aty mendoj se është pa vend. Do të më shku me ndërtu njerëz aty, me ndërtu xhamat. E masana e xhamat ka me ndërtu xhamin, ka me ndërtu shkollën, ka me ndërtu ato që u nevojitet njerëzve. Na tregoni ju lutem, mjekra është sunet apo vajib, pasi disa thonë sunet, disa vajib. Na tregoni argumentet për kët apo hadith, a ka problem apo ndëshkim nëse nuk e mban, pasi që vëllezërit që janë me mjekra dhe vëllezërit pa mjekra po ka përçarje, vetë se nuk ka mjekra, ndoshta i ka të tjera vepra shumë të mira se sa ai që ka mjekër. Këto është bën një përzimje e disa gjanave. Dispozita juridike rreth mjekrës është e njoftën. Do thonë është vajib lëshimi i mjekrës. Edhe tash nëse unë e lëshoj ose nuk e lëshoj, e kam për vete. Ai tjetri që duhet me u shoqënu me mua ose është për rrethit tem ose kështu me radhë, nuk duhet me më këshyr a kam unë mjekër as kam unë mjekër edhe mbas asaj më trajtu. Do thonë njeriu nëse e kryen një obligim
ka më shpërblyt tek Allahu Azza wa Jall. Nëse nuk e kryen, prap përgjegjësinë ka para Allahut. Na s'kemi ata që do të më marrin pyetje atë. Andaj nuk do të më bëj kësi dallime. Sa më lejohet me ndajt me cimerën time, ku ajo është deklaruar pasi se nuk beson në Zot dhe shumë herë më bën pyetje shumë të këqija për Zot. Nëse e vren veten se ajo po të mbjell dyshime të dëmshme për besimin tënd, atëherë normalisht ti me urgjencë do të më u largu prej saj. A nëse është një xahile e rëndomt tek e cila ndoshta ki shpresë se mundesh me ndiku, atëherë nuk prish punë ndoshta me ndajt me ta me qëllim të ndikimit tënd tek ajo. Ti e vlerëson se a dush me vazhdu apo jo. A bën me dalë absolventet në fotografi për pano. Çka bëhet nëse s'del? A hub diçka? Apo e vreni se do pyetje s'po do përgjigje me po edhe jo. Ha? Apo ju duket se po harroj apo në familjen time un jam e vetmja e udhëzuar. Mundohem të ju flas për Islam mirë, por nuk më lejojnë. Ndosë ndonjëherë të kemi mosmarrveshje mes meje dhe motrave, por pa qëllim mundohem të jem e butë e durueshme dhe nganjëherë nuk kam mundësi. Çfarë të bëj që të ruhem nga këto gabime dhe si të gjej një metodë më të mirë që t'ju flas për Islam. Nganjëherë ndoshta është më mirë mos më ju fol. Besoni, nganjëherë ndoshta është më mirë mos më ju fol. Nganjëherë nëse ti ke me shku dikund, mendaj 2-3 ditë, 5 ditë, një javë, leje një libër ose një kasetë ose një CD. Leja ku ka me marrë anëtari i familjes, se ndoshta kur si ti ai e merr edhe e shfleton. Kur jeti aty vjen i nati. Seriozisht, do të thonë këto janë gjëra të cilat ndodhin në jetën tonë të përditshme. Andaj nganjëherë po them, davet është mos më fol, posaçërisht kur njeriu shpreh irritim prej atyre fjalëve të cilat i ndizon prej teje dhe mundohet me çdo kusht me të kundërshtu. Leje. Le të sheh ai ose ajo tek ti shembull të muslimanit të mirë. Nëse çto arrin me vot dije se e ke vot davetin më të madh. Nëse ti arrin me e prezantu shembullin e muslimanit apo muslimanes së mirë. A bën edhe një herë të na shpjegoj se cilët janë ata njerëz të cilëve u shkojnë veprat huç, ata mendojnë se janë duke bërë mirë. Janë ata njerëz, këtu bëjmë pjesë ata njerëz të cilët ndoshta munden me e pas edhe qëllimin e mirë po metodën apo rrugën apo mënyrën e kryerjes veprës nuk e kanë të qëlluar. Do thonë e bën një vepër, e bën për hir të Allahut, por jo sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkon huç. Çfarë mendoni për tri mëdhëbet, Maliki, Selefi dhe Hanefi? A ka mundësi që më gjithsesi të na tregoni për ta? Ju lutem na kurseni për pyetjeve të këtilla, se këto janë gjëra që mësoni për fakultete, magjistratura, doktoratura, se nuk kemi mundësi na një pyetje apo një përgjigje në 1 minutëshe me i shpjegu këto gjëra. Duhet me e kuptu si diçka që ne duhet të shërbemi me to për të arritur deri tek kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Trashëgimia, dia, çka kalon mas vetës Imam Maliku, Imam Ebu Hanifja, Imam Filani, Imam Fisteku, na duhet me shfrytëzu. Ata janë kon njerëzit dietarë nëpërmjet cilëve ka ardhur feja deri tek ne. Edhe unë nuk po e shoh se çfarë problemi ka këtu. Një njeri i cili është i butë, por njerëzit që nuk e praktikojnë Islamin e përdorin butësinë e tij në mënyra të ndryshme. Çfarë duhet të veprojnë në këtë raste? Ndoshta ju kujtohet kur kam folur për sinqeritetin e tepruar në raportet mes njerëzve, i cili kalon në naivitet. Nganjëherë ndonjë butësi pa vend mundet me kalon në naivitet edhe njerëzit me e përdor atë. Andaj do të me pas kujdes, do të thonë butësia, mirësjellja do të me qenë me vend. Thot, për çfarë arsye nuk duhesh me pranu ofertën apo propozimin edhe pse ai është besimtar? Allahu ju shtoft dijen. Po mdoket po e kuptoj, fjala është për një djalë i cili i ofron martesë një vajze. Ai djalë është besimtar, a ka ndonjë arsye që ajo më e refuzua atë djalë? Ka arsye. Nëse vetë pamja e tij të pëlqen, është arsye për më e refuzu. Ka edhe arsye tjera, nëse gjendja e tij ekonomike nuk të pëlqen, ki arsye më refuzu. Nëse ka ajo, do të thonë, mirë po, duke pas parasysh se nëse këto arsye vërtet nuk janë me vend, atëherë vjen shprehje hadithi i Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: kur t'ju vjen ai me dinin dhe moralin e cilit jeni të kënaqur, pranojeni, përndryshe çka do të bëj? Ha? Fesad, rregullim. Se tani ka me ardh dikush nashta që ka parë, po din s'ka. Masane vjen edhe një tjetër ti dikur i bën 30 vjet skishare pa e pranuar dikand, edhe në këtë mënyrë domethënë çka vjen deri te rregullimi. Për këtë arsye duhet me pas parasysh këto gjëra. Thot, kam lexuar dikund një hadith ku thuhet se në kohën e halifatit të Omerit,
kur ishte koha e thatësirave, Bilali radhiyallahu anhu shkoi te varri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe u lut duke thonë: "O Resulullah, lutë Allahun të sjellë umetit tënd shi se është i vërtet ky hadith." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e halifatit Omerit s'ka qenë gjallë.